tani do kalojmë tek përgatitja e recetës së fundit. Çfarë kemi? Ndonjë salladë, Një omlet shkurt. Një omlet me këto përbërës. Shohim pak, lexojmë së bashku në recetën tonë të shkruar. Për ta përmbyllur, tani filluam me bukën, vazhduam me qoftet me bollgur dhe me mish të grirë. Tani përgatisim një omlet me kunguj, të cilët i kemi grirë kështu në shirita si noodlesa, si makarona të gjata. 2 vezë, 2-3 vezë, një lugë vaj, një kungull i njom, krip, speci kuq i thatë, fara susami për sipër. Dhe bëhemi gati tani që ta përgatisim. Gjithë kemi një qyruse patateje në shtëpi për t'i bërë këto format e prerjes. Me? Gjalpë dhe vaj. Një mëngjes tani ky i omletës me kunguj, një mëngjes i shishëm, edhe i lehtë. Vaj. Marë. Një vezët, 2-3 sa do përdorim. Një të kuqe, një të bardhë dhe ovital. Kripa. I lë, që të kenë. Ja. Njëra tjetër në kenë lërshmëri. Dhe si që dim, kungulli shumë pak i duhet që të zbutet, është veti but, ka sasinë e ujit më të Po, madhe. sepse në këtë prej të hollë nuk ka nevojë, se duhet të jetë edhe pak al dente. Pak ose fare piper. Dhe filloj dhe e shtoj. Dhe në pikset vesa bëhet gati për ta servirë. Ndoshta e ndihmojmë dhe me kapakun, por E lëm avash të bëhet. Do kemi zbutet dhe piqet edhe veza. Skuqet veza, me avujt edhe në lëngjet e kungujve. Pra do edhe pak fare, se shikon në momentin që fillon. Nga ana tjetër. Po do dhe pak, sepse është akoma sipër, krijon, me anë të kapakut krijon pjesën sikur është e zirë, siç bëjmë që hedhim vezët të burani. E shishme. Po të doni ju dhe një vezë sipër këtu, mund ta vendosni, ha? I shtoni vlerat proteinike. Të lumshi duart, ne do të shkëputemi tani së bashku, takohemi pas fleshit informativ me Altin Jokën.